Fushata ka nisë zyrtarisht, edhe ne e nisim sot emisionin me fushat. Do të flasim për të gjitha aspektet e mundshme të fushatës, duke nisur nga ajo kreative në rrjetet sociale, që për kohën në të cilën jetojmë absolutisht është shumë e rëndësishme, por edhe përmbajtësore, atë se çfarë do të premtohet në këto ditë fushate përpara zgjedhjeve. Sot në studio jemi me Oltionin dhe Nektarin, mirë se erdhët. Merci që ju kemi sot në studio, dhe po ashtu Arton Muhaxhirin e kemi për të folur për pjesën përmbajtësore dhe politike të fushatës, të cilën nëse e kemi në lidhje të drejt për drejt, e përshëndesim dhe e falenderojmë. Deri ta kemi atë gati, po nisim këto, se çka e karakterizon fushatën, themi kështu në Kosovë? Ku ishin që janë subjektet politike më shumë të fokusuar? E para urime fillimi i fushatës. Fushata e 4 brenda vitit cilën po bëhemi pjesë. Realisht fushata në Kosovë ndohen në dy pjesë të menaxhimit tyre edhe se çysh ato funksionojnë. E para është fushata tradicionale, të cilën partitë politike organizojnë në qytete të ndryshme, brenda shtëpiave dhe brenda grupeve të vogla të individëve. Është kjo fushata tradicionale për shkak që ne e dimë që në Kosovë ende është impakti i familjes shumë i rëndësishëm, kështu që partitë politike fokusohen në atë fushatë. Edhe është fushata digjitale, të cilën tani më edhe prej trendeve globale, po e kuptojmë që çdo ditë është tu rritë edhe tu maksimizu fuqia që ajo e ka. Ajo që unë e kom vrejt viteve të fundit, është që partitë politike nuk po krijojnë fushat para fushate, do më thonë gjatë kohës ku nuk kemi fushat aktive, ata shumica e partive politike janë në gjumë, edhe nuk janë në komunikim... Zakonisht në studio televizive, po jo në komunikim të drejt edhe me votusin, po edhe me atë votusin i cili është i pavendosur edhe potencialisht mundet me qenë votusin i partije politike. Në anën tjetër, fushata që e kemi tash, fund me cila ka fillu sot, ajo që ka unë e kom pa prej gjitha partive është që se cila prej tyre është vonu për me plasu mesazhin edhe qëllimin e kampanjës tek publiku. Kjo është shumë e çuditshme pse ka ndodhur. Ka disa muaj që na e dim që kemi me pas, ose të paktën supozojmë që kemi me pas zgjedhje të jashtëzakonshme. Mirë po asnjë prej partive nuk ka dalë më herët që me përgatit publikun se me çfarë mesazhi po vjen edhe në cilin drejtim ka me shku kampanja zgjedhore. Kështu që në përgjithësi, si duket, disa prej kandidatëve kanë filluar fushatën më herët, por tek partitë politike po e shoh një vonesë edhe një habi në implementimin e fushatave të cilat vetë se kanë filluar. Për ta vazhduar me këtë që e tha më herët Oltioni, pra, në mes të kësaj fushatës tradicionale dhe kësaj digjitale, ku e ke pa fokusin më të madh, Tim? Fushata tradicionale edhe digjitale në kurse normale dhe në rastin më të mirë kishen mirë me pas ndërlidhje njëra me tjetrën edhe me i diversifiku mesazhet në audienca të ndryshme. Shka shohim ne të partitë politike, është vonesa që përmendi Oltioni, edhe prej vonesës pastaj vinë vendime ad hoc ose reagime ad hoc, të cilat ato aktivitetet të cilat i kanë fizikisht në kanalet digjitale vetëm i shtyjnë të një audiencë themi e përgjithshme. Një fushatë mirëfillt kish me fillu prej përmbajtjes, prej një programi edhe plasimit apo distribuimit të programit me mesazhe specifike të audiencave të ndryshme. Për shembull, ndryshe ish dasht me targetu ose komuniku me gratë, ndryshe me burra, ndryshe me të rinj, ndryshe me grup mosha të ndryshme, e të cilat shumë pak e shohim na këtë pjesë të partitë politike, edhe është pjesa e këtu ndahen dy, domethënë është prezenca e partive dhe prezenca e kandidatëve për deputet, të cilët në mungesë të një përmbajtje dhe mungesë të aktivitete, për shembull kemi shumë deputet të cilët nuk kanë folur fare në 4 vitet e fundit ku kanë qenë deputet, edhe normalisht ata kanë me pas problem me komuniku online me audiencën sepse nuk kanë çka me tregu. Edhe kryesisht shohim fushata shablon të cilat i marrin 2-3 premtime kryesore të partisë, ndoshta roli i tyre në ato premtime është shumë i vogël, edhe i plasojnë para audiencës, e cila pastaj nuk ka mundësi se si me u lidh emocionalisht me një deputet ose si me pas qartë kontributin që i ka me jap ajo. Pra shumë rëndësishme mesazhi, përmbajtja dhe qëllimi i deputetit edhe ajo mu plasu të një audiencë
sepse jo çdo deputet e ka gjithë Kosovën target audiencë. Po nëse nuk është kjo lidhje për cilën ti po flet që duhet të ekzistojë, a guxon një parti politike, dhe këtu do të përmendim edhe një rast konkret, dhe një kandidat të bazohet vetëm në fushatën online dhe digitale, duke qenë se është absolutisht shumë e rëndësishme, se të gjithë janë të pranishëm në rrjetet sociale. Shembull ishte rasti Uran Ismailit në zgjedhjet e kaluara në lokale. Ai filloi një fushat në rrjetet sociale, ishte shumë i pranishëm. Më pas, kur i dëgjuan kandidatët e tjerë në studio televizive, ishte një reagim dhe një kritik që ai duhet të dalë në terren, jo vetëm në rrjetet sociale, jo që nuk ishte në terren, po duhet të largohet prej rrjeteve sociale. Pra ka një lloj kundërshtimi pak edhe me këtë. Kështu që a guxojnë kandidatët edhe partitë mu bazu vetëm në fushatën online duke marrë parasysh që aty janë të gjithë? Nuk ka nevojë me u bazu, duhet me qenë, prandaj thash me qenë ndërlidhje mes dy strategjive, sepse këto dy kanale kanë audienca të ndryshme. Për personat që i takojnë në terren nuk janë ndoshta të rit, prandaj ajo është një demografi tjetër, ndërsa me online ata targetojnë një audiencë komplet tjetër. Edhe pjesa e online-it ka atë audiencë, ka atë target, edhe duhet me pas një strategji të veçantë, por të ndërlidhur me terrenin edhe të ndërlidhur me plan programin. Në anën tjetër, thamë që audiencën kryesisht për e kapin partit politike edhe në terren, por edhe në online. Por audienca çka po pëlqen më shumë? Apo kanë dëshirë më shumë me dalë në për tubime, apo janë lodhë nga këto tubime dhe është lecu edhe për ata që programit i ndjekin përmes rrjeteve sociale? Ajo që është po, sidomos na e thamë edhe në fillim, i kemi 4 parë zgjedhje cilat kanë qenë këtë vit, edhe ajo që ka po e shohim edhe në rrjetet sociale, mirë po edhe në tubimet e partive politike, gjë që është e konfirmuar është që njerëzit janë lodhë. Janë lodhë për shkak që është politizu tepër shumë edhe hapësira digjitale të cilën na e konsumojmë çdo ditë, prej cili do rrjet social, Facebook, Instagram, TikTok ose cili do tjetër. Tubimet prej çka e pash, prej lancimit partive politike janë më të vogla se sa që na jemi mësuar po. Domethënë nuk po tentohet me bë tubime tepër të mëdha. Ka qenë një vlerësim i tillë që ka më pak njerëz pikërisht për shkak që ka zyrtarizime që i bëjnë të nisjes, për shembull që pa ditë më parë Partia Demokratike. Zakonisht në hapje janë tubimet e mëdha ku ftohen komplet partia bashkë me audiencat që ata i kanë. Po në anën tjetër, në rrjetet sociale, po ashtu është pa një rënje e vogël e pëlqimeve për parti politike, po edhe në këtë rast për deputet, për shkak që e njëjta logjik sikur në prezencë fizike që dikush mundet me shku në një tubim, e njëjta logjik mundet me u transmetu edhe në rrjetet sociale. Po ajo që apo e shohën këto ditë e para, sepse thuja se fushata ka fillu prej momentin që veç është caktu. Po që se ne mund bazohemi në fushatat e kaluara, pikërisht është caktu data zgjedhjeve, ose nëse e marrim lidhjen me shkurtin kur kanë qenë edhe zgjedhjet e fundit nacionale, unë e shoh që deputetët kanë filluar më shumë postime brenda ditës për shkak që po dojnë me qenë sa më aktiv tek audienca. Normalisht tash është një luftë e madhe për vëmendje, sepse secila parti i ka mbi 100 kandidat cilët kanë me u paraqit në rrjetet sociale, kështu që njerëzit duhet me pas parasysh edhe çfarë informata dëshirojnë me konsumu në rrjetet sociale. Normalisht, për dallim prej secilës parti ose prej njerëzve cilën parti e pëlqejnë, edhe algoritmi funksionon në atë mënyrë që tenton që secili qytetar mja drejtu audiencës për mbajtjen që e publikon partia ose kandidati i një partisë caktume. Këto zgjedhje kanë qenë shumë interesant në aspektin digital, për shkak që po vrihet një luftë tepër e madhe për vëmendje, ajo që normalisht ndodh në çdo zgjedhje, mirë po unë po mendoj që e tha shumë mirë dhe Amiri që sidomos prej zgjedhjeve lokale është vërtetuar që në Kosovë ende funksionon kampanja tradicionale, kampanja me takime, mirë po në anën tjetër edhe kampanja në rrjetet sociale e ka një impakt madh, po unë personalisht mendoj që në Kosovë, në situatën që ne jemi, një kampanje vetëm digjitale, asnjë partie politike, asnjë kandidati nuk mundet me fitu zgjedhjet, por një përqindje e madhe mundet me pasë ndikim tek audienca për me shty përpara qoftë mesazhin, qoftë sloganin, qoftë planin që ata e kanë. Pjesën përmbajtësore do ta diskutojmë pak sa i përket politika, me Artonin e kemi gati, sepse do t'i kthehemi edhe një pjesë tjetër, kur jemi tek online ky kreativiteti që në përgjithësi mungon, se ne kemi parë pak kreativitet në për këto fushata, por këtë pas pak. Arton, mirë se erdhën Kosova Live.
Përshëndetje Nismi Gjeda, përshëndetje periudhë shikuesit. Urime edhe ty fushata, me që janë nisëm kështu me urime. E urime ju dhe pitë Kosovës, inshallah shumë barë. Atëre, ishte një vlerësim pra që në përgjithësi njerëzit pak janë lodhur nga këto zgjedhje dhe fushatat gjatë këtij viti. A mund të ndikojë kjo edhe në pjesën përmbajtësore dhe në atë se çfarë premtojnë dhe çfarë ofrojnë programet e partive politike, apo më shumë thjesht do të shohim kritika ndaj njëri tjetrit dhe çfarë ka bërë dikush e çka nuk ka bërë të tjerët? Brenda këtij viti kena pas 4 parë zgjedhje dhe natyrisht lodhja e shtetarëve, por edhe lodhja e partive politike po duket në sipërfaqe, sepse fillimi i fushatës ose para fushatës, siç e themi ne, nuk ka qenë shumë entuziaste dhe ka qenë goxha e zbet, por me qenë se sot kemi filluar zyrtarisht fushatën dhe vetë të rafshme do të jenë fushatë tamam aktive, do të shohim nëse do të ndryshon dinamika, përveç takimeve që janë standarde me elektoratin, se cila parti me elektoratin e vetë. Natyrisht fokusin e kanë tash në media sociale dhe sigurisht në këto dhe ditë, duke mos pasur mundësimi të kaput të gjithë qytetarët partit politike, e fokusojnë vëmendjen tek investimin në rrjetet sociale, në platforma TikTok, Facebook, Instagram dhe këto të tjera. Prandaj natyrisht do të ndikojë edhe në përmbajtje, sepse duke pasur parasysh që s'ka entuziazëm në zgjedhje, mund të pritet edhe pjesëmarrje më hult në zgjedhjet e qytetarëve. Dhe rrjedhimisht pjesëmarrja më hult në zgjedhje do të thotë një rezultat ndryshe që të cilin ne aktualisht sot, nëse është kjo dinamik, nuk mund të parashikojmë se si do t'jetë. Por megjithatë vëret një farë angazhimi solid i partive politike, por siç duket edhe kanë lodhur dhe qytetarët kanë lodhur sepse për 4 vjet radhës dhe për një vjet radhës dhe kemi pasur 4 parë zgjedhje që mendoj për një kontest si Kosova me 1.5 milion banorësh tepër shumë dhe natyrisht qytetarët edhe lodhur. Po ti një parashikim e ke besoj, dhe duhet ta kesh. Kështu që cili është parashikimi sa i përket kësaj pjese? Kush do të ofrojë më shumë premtime? Në fakt po, premtimet realisht gati si njësoj po premtojnë. Të cilat partiet i kanë shpërfaqur premtimet e tyre dhe pak a shumë kanë prek te buxheti, te pari, pra kanë prek në rritje të pagave ku i josh më shumë qytetarë të Republikës së Kosovës. Pra kjo është fokusi i tyre, zhvillimi ekonomik, rritja pagave, rritja e pensioneve, rritja e pagave për veteranët e UÇK-s. Do të thonë, ky është diskursi i premtimeve të partive politike dhe pa përjashtim e kanë të njëjtë, gati janë e njëjti shordon i programit të partive politike, por natyrisht që ndryshojnë disa nuanca. Nëse supozojmë për të krea thotë Lumiri i rrogat 50%, Lumiri thotë e bëj rrogën 1.000 euro, Ramushi gjithashtu diçka të ngjajshëm, Albini anën tjetër, po mendoj që ndoshta po garojnë kush po ofron më shumë, por megjithatë përmbajtja dhe programi gati është i njëjti. Cila është rroga deri tash që është premtuar mu rrit? Jo 50% që do të thonë heqa, ta dim ku jemi edhe sa mund të shkojë deri në fund fushatës, rroga. Në fakt tash i kanë shkruar, nuk besoj që do të lëvizin nga këtu, por i kanë jap shifrat në fillim tash nuk besoj që do të ndryshojnë sepse nuk pinë serios tash nëse i duket sikur me Filipe ja po fetën më të madhe. Kjo duket sikur do të fati, do të kush fiton. Nektar, në anën tjetër, Amir e përmendi pak edhe këtë pjesën e kreativitetit. E kemi rastin me Urani Ismailin, pastaj me Përparim Ramën, që paka shumë tentuan që ta përdorin edhe rrjetin social TikTok. Megjithatë, kjo nuk u përqafua shumë nga qytetarët, pasi komentet ishin paka shumë jo shumë të mira. Duke krahasu edhe moshën, duke thënë si ka jetë që të bëni video të tilla, ndërkohë që kërkojmë kreativitet prej tyre. Po në platformat si TikToki, një farforme edhe, për atë thash edhe duhet të jenë demografi të ndryshme, sepse nuk mundesh me TikTok me përsu mesazhe të cilat i flasin një audiencë më të moshuar, edhe përgjithësimi i të gjitha platforma ose mesazhi i njëjtë i kandidatëve në të gjitha platformat e bën atë lëmshin e komunikimit, sepse pastaj audienca e cila gjendet më re në TikTok po merr një mesazh e cila nuk ka të bëj fare me demografi ose me interesat e tyre, edhe për atë masanaj ka reagime të ndryshme, të cilat edhe sjellin pak kënaqësi apo nuk e çojnë, nuk e rrisin sentimentin apo nuk e çojnë mesazhin e duhur te audienca. Po mirë, kur flasim për kreativitet, nga njohuritë dhe nga fakti që jeni shumë në rrjetet sociale dhe njeni shumë mirë këtë pjesë,
Çka nënkupton kreativitet? Si do duhet të ishte një fushat, ose një kandidati, ose dhe një partie kreative për ta tërhequr, se do më thënë shumicën kur ti i shikon në rrjetet sociale, nuk ndalesh për herën e dytë me pas, se nuk ka kreativitet aty. Po, një fushat kreative në TikTok, ta ma shembull ka qenë Donald Trump, ku ekipi Donald Trump ka hap një llogari të tyre, të cilët indirekt çonin mesazhe të kandidatit të tyre, po me dinamika ditore të ekipit të Donald Trump. Edhe ajo ka qenë një prej llogarive të cilat ndjekës edhe nëse nuk kam pas në mend me votu Donald Trump, e kam bo follow veç për me pa çfarë mesazhi po çojnë, edhe kjo është një në anglisht i thonë out of the box. Përndryshe dhe na ose duhet mi hek krejt follow ose mi bo mute. Po, prandaj është një ide e cila ka qenë ndryshe prej të tjera dhe ka zgjatë kuriozitet edhe ka pas një reach shumë të madh, e cila dashur se pa dashur normalisht e krijon një rezultat edhe një impact, sepse nuk ka qenë diçka që mësume pa audienca, edhe ajo ka bosh edhe shumë media më shkru për atë prezencë online të Donald Trump, të ekipit të Donald Trump, e cila kur shkon në media dhe kur shkon në viralitet, normalisht që ka me pas impact. Edhe ajo që është shumë interesant në krahasim me kampanja ndërkombëtare në Kosovë dhe që nuk është ndodh, është që forumi grus në përgjithësi, forumi të rinjve nuk janë aktiv në momentin që nuk ka fushata zgjedhore. Realisht platforma e forumit rinis është me fol me rinin. Platforma e forumit grus është me fol me gratë e këtij veni. Edhe ato zakonshme kur nuk kemi fushat. Sidomos kur nuk kemi fushat. Ideja është na çdo vit kalendarik na kemi një gjenerat të tonë me mira të ri që i shtohen listës zgjedhore. Pyetja është e thjeshtë, sa jemi të folna me këta tri gjatë kohës kur na nuk kemi fushat? Sa takime i kemi bajt? Cilat audienca kemi fol? E kjo nuk është të ndodhur në Kosovë. Na kemi faqe, kemi kandidat që sot është kandidat për deputet, ose kandidate që nuk ka postu që 3 vitet e fundit. Edhe tash automatikisht këtu shtohet pyetja, kritika për një parti politike. Cila është arsyeja që ti e kandidon një person, po e aspekti profesional shumë i rëndësishëm, shumë domethënës, por realisht partitë politike në kandidaturat e tyre tentojnë me shtu edhe personat cilët marrin vota dhe sjellin vota tek vota nacionale. E nëse na kemi një kandidat që nuk ka komunikuar me një audiencë me vitet tona, cili është impakti që na podojna me arrit në komunikim me publikun. Ajo që ka përmeni Neki që ka ndodhur në ekipën e Trump, ka ndodhur njëjtë në ekipën e Kamala Harris në Amerikë. Njëjtë ka ndodhur në zgjedhjet e fundit që u mbajtën në New York me një kandidat tri, me një kandidat fantastik që e ka bërë një revolucion realisht në mënyrën se si na implementojnë kampanja me një strategji të vetme për mbajtja e dedikume për audienca të ndryshme. Ajo që është shumë e rëndësishme na me thonë dhe me theksu gjatë ton kohës është që nëse një përmbajtje i përshtatet kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk nënkupton që e njëjta përmbajtje mundet me ju përshtat dikujt tjetër, njëjtë sikur në rastin e zgjedhjeve lokale në Prishtinë. Kampanjat kanë qenë shumë të mira, po ajo që i ka bërë të veçanta është që kanë folë me audienca të ndryshme në forma të ndryshme. Po, TikTok-u viteve të fundit e ka një rritje shumë të lartë në Kosovë, mirë po edhe platforma tjera si Facebook, Instagram, Twitter, ose tash X, ose LinkedIn, i kam përdor kandidatë të ndryshme për me folë me audienca të ndryshme. Ajo që ka pëndohë në Kosovë është që na jemi të folë mesazhin e njëjtë, tekstin e njëjtë në krejt platformat në rrjetet sociale. Arton, e mbajmen kjo kampanja fushata Urani Ismaili që e ka bërë për me shku me bujt një ditë me qëndru një natë tek familjarët. Ka që një prej fushatave ma diskutushme edhe ma të përqafume kështu të themi prej publikot. Pse nuk ka të themi fushata të tilla? Pse nuk fokusohen që të bëjnë diçka më ndryshe partita, apo për shkak që po kemi shumë zgjedhje? Se s'po shkojnë me bujt, në pak fjalësh. Kjo është tema përjashtive, duke qenë se gjatë një marrë me fushata zgjedhore dhe e kuptoj saktë si funksionon edhe ky sistem në parti politike dhe përgjithësi në organizime të fushata zgjedhore, funksionojnë të gjithë këtë për me përvojën time në këtë fushë
mendoj që ajo fushata e Urani ka qenë një gjetje unike dhe shumë kreative, por megjithatë nuk e përsëritin këto zgjedhje edhe pse është dashur me përsërit, por mbahet mend si për gjetjeve unike që i ka bënë në zgjedhjet e kaluara lokale. Besoj që kish pas efektin e njëjtë. Jo, po diçka ngjashme ke fjala. Nuk më modifiku, ka 100 forma, 100 mënyra për më modifiku fushatat, për megjithatë ai ka punë një gjetje tjetër, e ka bërë fushatën siç e kemi parë, për megjithatë atë natë ka qenë gjetje dhe natyrisht edhe e ka rritë për të thënë në Prishtinë, sepse e ka ofruar kandidatin me qytetarin, sepse kandidati për herë parë shkon me fjalë diku të një qytetar që nuk e ka njohur më herët dhe u pa bëjaria e atij qytetarit edhe modestia e kryetarit që u shkoi ka taku, domethënë ka pas shumë mesazhe ajo fushate, ajo gjetja asaj fushate. Ajo që kam të më thonë që partitë tona në bo parti elektorale, pra aktivizohen vetëm kur ka zgjedhje dhe kjo është gabim, sepse nuk po mund ta mbajnë pezull ose në gjendje aktive elektoratin e vet, sepse ato po angazhohen vetëm kur ka zgjedhje. Prandaj është një farparime në partitë politike. Fushata fillon në ditën kur përfundojnë zgjedhjet. Pra, nëse zgjedhjet përfundojnë në datën 28 dhjetor, prej datës 29 dhjetor e deri në zgjedhjet as mos fushat për partitë politike. Por këta nuk bëjnë këtë nuk po angazhohen gjatë kësaj periudhe, po e presin 1 ditë fushatës ose 10 ditë fushatës, e kjo normalisht që nuk mjafton me përçu mesazhin te qytetari dhe natyrisht atë po dëshpërohen edhe me rezultate sepse nuk po janë aktiv. Nuk po aktivizojnë as në det, as strukturat që i kanë, por me arrit një rezultat më mirë dhe po jemi në situatën çfarë po jemi tash, po jemi shumica mbas 28 dhjetorit kanë kon pak kënaqur me rezultatin. Po jo fajin lypë të vetja mos e lypë të qytetar sepse nuk e qenë në gjendje që për zgjedhjet në zgjedhjet me qenë afër tyre. Shto këtu kur e kjerë një opozitë ose një parti politike parlamentare kur nuk e bën maksimumin e saj derisa përfaqësohet në parlament dhe nuk përqen as programin si duhet, as mesazhin si duhet, dhe natyrisht ajo rezultati s'ka ku det, që do janë elemente që e bojnë një parti politike fituese ose me rezultat mirë ose më pak të mirë. Prandaj, fajt nuk e qitë të vete. Po flasim shumë për rrjetet sociale, po duam t'i kushtojmë pak rëndësi një diçka shumë të rëndësishme, medias tradicionale. Kemi parë pra në këtë fushat që ka një ndryshim strategjie nga vetëvendosësit që edhe vetë e kanë thënë që e kanë parë që ka qenë gabuar duke qenë të pranishëm tani më në media. Madje, ishte një deklaratë e Albulena Haxhiut që besoj pajtoni që me të cilën edhe njerë u erdhë në pa fuqia e medjes që e ka. Ajo tha se njerëzit po na duan në media. Për ty, çfarë nën kupton kjo deklaratë? Kur do që u vinë luftë me media, ajo është i humbur. Mund këtë vonim, po asë si pështim s'ka. Të humbur kanë dalë edhe partia vetëvendosje, e cila tashmë pa pritur është thyrë në sipërfaqen edhe po merr hapësirat në media. Asgjë të keqe s'ka këtu. Por deri dje këto media ishin agat të Serbisë. Deri dje këta gazetarë dhe këto media ishin vrasës me pagesë. Dhe si u bë që brenda 24 orëve, tash kërkoni hapësinë në këto media, të cilat vetë e keni kritikuar. Por natyrisht, media gjithmonë kanë qenë zemërgjelle, u hapin hapësirë partive politike dhe gjithkujt që ka për me shpreh diçka. Por kjo një formë hipokrizie që vetëvendosja konstante ka pasur parim, domethënë si mentalitet i veprimit të saj, vëmëtarisë të saj është që kjo hipokrizi. Prandaj edhe ju dini që dhe gjuhën e kanë zbutur tashmë. Dhe si mund të jetë 24 orë më herët të gjithë ishin marrë të Serbisë dhe më njerë 24 orë më vonë, domethënë gjithçka u bë brenda natës ndryshoi. Dhe kjo është një formë strategjie që po e përdor vetëvendosja për të maksimalizuar çdo që po tentojnë me arrit. Dhe unë besoj që ky irritimin që ka ndarën dhe irritimin që ka ndjellë në popull, unë besoj që do t'i kthejë bumerang në rezultat më negativ se sa ajo është duke e pritur. Prandaj kjo ka marrë sinjale të caktuara që gjendja në terren nuk e ka mirë dhe tash mbështetjen për gjendje të hapësirat me djalja dhe ndryshimi i diskursit ose zbutja e gjuhës, e cila është vetëm mas e përkohshme e vetëvendosjes, sepse më njëherë në datën 28 ose në datën 29, ajo do të kthehet në origjinën e vet, sepse ne kemi parë disa vetëvendosja kanë ndryshuar me periudha të caktuara, por asnjëherë nuk ka dalë nga lëvozhga e saj e të qenurit adesiv të dhëmshëm dhe gjitha këto gjëra që s'po i përmendi se bëjë fjalë të komentit. Faleminderit shumë për sot. Faleminderit, do dëgjojmë në raste të tjera.
Ndërkohë, ne do të vazhdojmë të mbesim tek media, sepse djem, jo si njerëz të rrjeteve sociale, e dini që shumë shpesh është debati që rrjetet sociale po e mundin median tradicionale. Por, çka kemi parë edhe në fushatat e kaluara, që realisht më shumë zhurmë kanë bërë debate televizive dhe hapësira televizive, deklarata që janë bërë nëpër studio dhe më pas krejt partitë u fokusuan pikërisht tek media. Kështu që dua pak na flisni për të rolin e medias edhe në fushat që e ka. Media tradicionale tash ka kanale ndryshme, po përfshijmë edhe televizionet, portalet, hapësirat reklamuese të jashtme, janë mass media, janë media të masës. Rrjetet sociale janë për grup mosha të caktuar ose janë më të specifikuar në audienca dhe grup mosha të ndryshme. Prandaj normalisht media tradicionale ende e bojnë këta, e bojnë në gjithë botën, mirë po duhet me pas parasysh që rrjetet sociale ju konvenojnë edhe plot, sidomos edhe deputetëve për shkak të kostos më të ulët që kanë, edhe hapësirës më të madhe që i jepet aty për me mbri një audiencë më të madhe në numër me një kosto më të ulët. Prandaj jo të gjithë munden me konkuru me nivel të partisë, edhe me u shfaq në hapësira të cilat janë të kushtueshme, edhe kjo e diferencon edhe i ndan pak a shumë fushatat për secilin individ apo parti. Edhe është shumë e rëndësishme edhe me ditë që tek ne është investuar shumë edhe në debate, edhe në programe televizive të cilat... Edhe fakti që pastaj të njëjta shpërndohen edhe rrjetet sociale dhe kjo besoj që e bën punën e vet për me ka masën. Edhe kjo përmbajtje e debateve dhe programe televizive pastaj shpërndohet në këto rrjete sociale edhe e përmbyllin një cikël të plot të audiencës. Që nëse se arrin orarin e ke diku rrjetet sociale, patjetër kime arrit me pa. Si e sheti këtë media? Realisht, një prej strategjive të kampanjave është që sa ma shumë kanale komunikimi që ki, është ma mirë për juve. Edhe normalisht, na pithoj media tradicionale, po me digitalizime me mediave që kemi të fillu prej juve të tjerave, mu nuk janë media tradicionale, janë media cilat përmbajtjen në fund të çdo emisione e ki në rrjetet sociale. Janë media që në momentin që bëhet një diskutim që është pak ma i rëndësishëm, automatikisht plasohet në rrjetet sociale. Kështu që në asnjë moment nuk duhet me u bë diferencimi mes mediave tradicionaleve edhe rrjeteve sociale, për shkak që thash, ajo përmbajtje po përfundon prapë në rrjetet sociale dhe aty po konsumohet mas shumti prej audiencave të ndryshme. Ndje kapat edhe na. Pikërisht. Kështu që e tha shumë mirë edhe Artoni që në momentin që ti e eliminon një formë të komunikimit, i vetmi dëm që i bën është vetvetes, për shkak që nuk jetu rritë një audiencë që mundet me qenë shumë e rëndësishme dhe mundet me qenë votus potencial për juve. Kështu që forma më e mire komunikimit është me gjetë sa ma shumë kanale për me mri mesazhe të audienca, qoftë ajo edhe nëse është diçka të cilën ti po pretendon që nuk është të pëlqy, nuk është të përkra dhe nuk është të shty mesazhin tonë. Në gjitha zgjedhjet që i kemi pas, po edhe jashtë zgjedhjeve na e dim që prime time i orarit prej orës 8 deri në ora 10-11 është me debate politike. Kështu që nëse ti e eliminon vetëm prej debateve politike, ju të eliminu vetëm prej një audiencë që realisht është e interesuar për një debat politik, edhe është interesuar për informata politike. Kështu që me ndryshimin që është bo këto ditë e fundit me inkuadrimin edhe të televizës vetëvendosje në debate politike, jam i bindun që janë statistika prej brenda që tregojnë që mediat kanë impact shumë ma shumë të madh se sa që ata e kanë parashiku. Disa analiza që na i kemi bo kohëve të fundit, sidomos me dezinformata edhe me përdorimin e inteligjencës artificiale në zgjedhje, sidomos me manipulimin e fotografive dhe të videove, për dallim prej zgjedhjeve të shkurtit, këto zgjedhje është tu përdor shumë ma shumë dezinformata edhe manipulimi fotografive edhe videove, po kjo nuk po bëhet në mas të përgjithshme, është duke u bë të audienca specifike. Për shembull, na kemi pa video kohëve të fundit që ju kanë drejtu vetëm diasporës me manipulime të fotografive dhe të videove, të nënkuptu që një numër i madh i diasporës veç është 20 ditë para zgjedhjeve, 15 ditë para ditës zgjedhjeve, për me ardhur me votu në Kosovë. Kështu që ajo çka është të ndryshuar është që manipulimi po bëhet specifik, po bëhet për një audiencë caktuar që me pas impakt tek ajo audiencë specifike. Për analizave që i kemi pa, po ashtu edhe dezinformatat edhe profilet false
falso, që thuja se kanë qenë në çdo parë zgjedhje, e ka një rritje të goxhat madhe në këto zgjedhje, po sidomos te kandidat për deputet. Jo shumë të kandidat për kryeministër, sepse na e dim, kandidat për kryeministër veç e kanë një audiencë që punojnë gjatë gjithë kohës për shkak që ata janë showman të partive politike. Pikrisht, e kanë një audiencë të vetën, mirë po të kandidat për deputet, na po shohim një rritje të madhe të profileve fake që bojnë like, bojnë komente, bojnë shares. Tash sa ajo ka mu përkthy në vot, unë menoj që e kemi kalu kohën kur lajkat edhe shikimet kanë me determinu fitusin e zgjedhjeve. Ajo ka ndodhur një herë edhe unë besoj që jemi eduku mjaftueshëm tash që po shpresoj me u fokusu te përmbajtja shumë a shumë se sa persona e kanë shikuar, se sa e kanë bërë like. E sa i përket investimeve financiare, apo shpenzojnë më subjektet politike si më herët? Keni arrit me bo një analizë edhe përmes zgjedhjeve të kalume, sepse tash sa po kemi hy. Po, shpenzimet më të mëdha i kisha ndarë në disa kategori. Përmbajtja ende e marrë vendin e parë, pra prodhimi i përmbajtjes për shkak të një mungese të një strategjie të mirëfillt. Strategjia kryesore e partive është vetëm me kriju volum përmbajtjes. Edhe për shkak të kësaj, krijimi i përmbajtjes, krijimi i videove, i fotografive edhe gjitha dizajneve këto materialeve tjera e marrë pothuajse vendin e parë në shpenzimet e partive, qoftë kjo edhe krijimi i përmbajtjes për këto faqet jo zyrtare të cilat i përmendi Oltioni. E ke fjalën për këto propaganduese që bëhen gjatë fushatës, në duket e parë duken faqe neutrale, mirë po që për shumë edhe për tyne i kemi identifikuar edhe paka shumë edhe populli din që e mbajnë krahun e një partije ose tjetrës. Pastaj vinë sponsorizimet në rrjetet sociale të cilat normalisht që janë kogxat e larta, 10.000 euro që bohen në fushatën elektorale. Edhe pastaj ka pjesëmarrja në për portale, emisione të tjera të cilat i bashkohen këtyre. Po, Oltioni, folja atë që sa like dhe komenti mund të përkthehet sot në vot, po dua edhe një çështje tjetër që të na tregosh se sa mendon që kjo përkthehet në vot. Pra, rrjetet sociale, më shumë se sa një hapësirë për promovim të programit dhe ideve për t'i quar gjërat përpara, po shohim që po përdoret për një betejë me kundërshtarët. Edhe tek manipulimet që i përmende, edhe tek ajo që merren më shumë se çfarë është në një studio televizive, kush e ka dhënë një deklarat, kush fatkeqësisht shohim edhe ofendime, gjuhë as pak të hishme, kështu që e gjithë ky debat që bëhet në rrjetet sociale, në kohë fushate, sa ndihmon dhe sa mund të përkthehet në vot për njërin ose tjetrin. Po ajo që apo e shohim çdo ditë është që shumë a shumë tentohet me pas lajme bombastike dhe diskutime bombastike se sa që tentohet me ushty përpara një plan program për sportin, për shembull. Çka ka me bo një parti politike për sportin, për sportistat, për kulturën, për artin e tjera. Kështu që po besoj që edhe partit Amer para se me vazhdu të përgjigja veç një informat, unë jam i bindur që partit politike përmbajtje nuk e kanë të bazuar në të dhëna. Jam kështu shumë i bindur për shkak që ajo që po e shohim është më shumë përmbajtje gjenerale, e cila mesazh i cili nuk t'jep ty kurfar emocioni për me, e tha edhe ti më herët, për me u kthy edhe me lexu edhe një herë mbrapa përmbajtjen që po publikohet në rrjetet sociale. Kështu që ideja edhe strategjia që po besoj që shumë prej tyre e kanë janë sulme direkte me njëri tjetrin, partia me njëra tjetrën, për me tregu se cili është më i domshëm për vendin dhe cili është më i mirë për vendin. Kjo shumë ka ndikuar edhe zgjedhjet e fundit në Amerikë, kur thuja se 90% e kampanjës ka qenë sulme direkte mes kandidatëve se sa që kanë qenë për plan programin, mirë po këtu hynë në element edhe kandidat për deputet. Kandidat për deputet janë shumë të rëndësishme për zgjedhjet nacionale për shkak që me audienca të ndryshme shtyn përpara mesazhe politike, të cilat potencialisht kanë me ndiku që një votues me ndru votën ose votuesi i papërcaktuar. Strategjia partive politike është me punu me dy audienca. Audienca që aktualisht e ka votues, edhe votuesi i papërcaktuar që duhet me pas një arsye edhe një bazë se pse me votu X apo Y partin. Ajo çka është ndodh është që partit po komunikojnë vetëm audiencën që është aktualisht votues i yti, edhe
për cilin nuk ka dhe nevojë shumë e bo angazhim, për shkak që ai veç është i lidhur me votën, është i lidhur me një plan program që ka votu ma heret. Po problemi është i papërcaktuar i për zgjedhje. A përkthehet në votë? Unë menoj që shumë pak. Unë menoj që shumë Se, pak. Oltion, ne kemi parë nga debatet e kaluara, pra në zgjedhjet e kaluara, pikërisht kanë qenë debate televizive që i kanë bërë faktor disa prej kandidatëve, edhe kanë qenë absolutisht kryefjalë e fushatës, sidomos tek zgjedhjet lokale. Pikërisht. Unë menoj që Për mos më thonë Arjan Tahiri. Po Arjani, Ramiz Ladrovci, Po, edhe shumë të Natyra tjerë. Kuqi, Mandej Sa e prezidente ka qenë. Po, në thashtë dhe ma herët, mediat janë shumë të rëndësishme. Mediat janë shumë të rëndësishme. Janë shumë të rëndësishme edhe e thatë edhe ju që kanë qenë disa kandidat që mediat ja u kanë dhonat bazë që na i thojmë shumë atë madhë se sa rjetës sociale, mirë po prapse cili prej nesh përfundon të rjetës sociale. Nëse një kandidat ka dalë në një media, e ka pas një intervjistë fantastike, me plan, programe, ide, na kemi përfundu tek Facebooku, Instagrami, TikToku, i ti. Po kjo është për shkak kohës më shumë të tërë, që njerëzit nuk kanë komullë edhe me shiku para televizore, se jo që se ka rëndësin. Jo, pikrish për këto, për shkak që na nuk e kemi kohën edhe përfundojmë tek rrjetet sociale. Kështu që unë mendoj që mediat janë të ndiku që shumë kandidat me dalë në pa, janë të ndiku që shumë plan programe me ushty për shkak që nuk po shtyen, edhe thashë edhe më herët, lufta që bëhet në rrjetet sociale për vëmendje, sidomos në këto ditë fushat është jashtëzakonisht e madhe, edhe duhet me qenë tepër shumë kreativ, duhet me qenë tepër në element për me marrë vëmendjen e audiencës, pra po them të papërcaktuarit. Se e merr dikush tjetër. E merr dikush tjetër. Në botën online-it, pjesa e komenteve është shumë rëndësishme për me kriju sentiment. Edhe vazhdimisht në këto vitet e fundit e shohim se ka një mobilizim të partive edhe të ekipeve të tyre, me profile reale apo me profile fake, me kriju sentiment përmes komenteve si një seksion që ndikon në krijimin e një opinioni publik, edhe shtyn agjendat të ndryshme që shihen që janë mesazhe të koordinuara. Sa i përket a përkthehet këto në votë, dhe nga prezenca online duhet ta kemi parasysh, qoftë nëse analizojmë kampanjën e Bek Berishës apo Natyrës, të gjithë kandidat kur dalin në fushat, ata e synojnë me fitu, po realisht objektivat e brendshme të tyre nuk janë ashtu, sepse shumë kandidat për shembull kanë parti apo deputet kanë një përqindje të caktuar ose një objektiv të reale të tyre që e dinë. Ta marr shembull, nëse Bek Berisha ka pas objektiv me i fitu 5 apo 7% apo 8%, nuk e ka thonë në publik, po nga fushata e tij që ka kriju një farë diskutimi publik, ai ndoshta ka dalë më mirë se që ka qenë në është diskutuar fushata, parashikimet që i kanë pas ata të mbrëmshme. Prandaj është shumë e vështirë për popullatën, ose është shumë e rëndësishme që me e kuptu që një parti mundet me qenë e suksesshme brenda objektiva reale, mos me prit për një parti të vogël me marrë kryetarin e qytetit ose një përqindje të madhe në zgjedhjet nacionale. Haru me i pyet djemt edhe sa i përket këtyre sloganeve dhe logove, që pak a shumë ka pas edhe kritika, për fund edhe qëta se jemi krejtë në fund. A kanë qenë kreativ këtë herë, sa i përket sloganeve që kanë zgjedhë? Unë menoj që janë lodhë. Sloganët tregojnë që partit... Jam lodhë slogani mirë. Më shumë nëse jam lodhë. Unë menoj që në përgjithësi janë slogane të mira, mirë po vrejet që pregatitja ka ardhur shumë vonë prej secilës prej tyre, edhe sloganet shumë a shumë kanë qenë ad hoc se sa të planifikuar për një kohë gjatë. Po më i mirë s'kisha me thonë. Në aspektin kështu, sepse dje që nuk do thot pa tjetër që ju e përkrahni atë parti. Absolut, jo, në aspektin kreativ, unë menoj që qëndroj ndoshta mes lidhjes demokratike të Kosovës për aspektin e shpresës edhe idesë që na po e kërkojmë, mirë po unë menoj që në përgjithësi asnjëna prej partive politike nuk i kanë disa muj punë për me ardhur te një slogan i cili për një met ty të krijon emocion. Qëllimi i sloganeve në fushata është me kriju emocion dhe me kriju reakcion të njerëzit që me ju bashku asaj nisme. Kështu që kam dyshime që ato ju mbo veç javën e fundit para zgjedhjeve. Edhe çka është e rëndësishme është me diskutu pjesën e sloganeve, se lëvizja vendosi pa dy,
E që po besoj që slogani i dytë mos shope erdhë prej një video virale e cila u bën në ditët e fundit ku një grua moshuar e përmendi këtë fjalë mos shope para kryeministrit. Edhe dallim për gjitha partive që janë me nga një slogan që zakonisht ashtu ndodh, lëvizja vetë vendosë i përfshiu dyja për ta shfrytzu këtë viralitet të asaj përmbajtje që shkoi ditët e fundit, kështu që kjo mendoj se ka qenë ma shumë për të diskutuar sa ka me pas efekt nuk e dim ende, po ja vlen të përmendet. Edhe realisht sidomos në kampanja ndërkombëtare, sloganet zgjidhen prej temave të cilat zhvillohen gjatë betejave njëna me tjetrën. Edhe programeve që i kanë. Pikërisht, tentojnë me u ik sloganeve të cilat janë shumë gjenerale edhe Klishe që jemi mësumi pa. Fjala e duhur është klishe. Pikërisht klishe. Për që ato edhe slogani i lëvizjes vetëvendosje që është lidhur prej një video virale, edhe zgjidhje, edhe krejt këto sloganet gjithmonë është mirë që partitë politike me i bazu në një komunikim, në një bashkëbisedim që e kam pas qoftë me audiencën, qoftë me parti tjera, për shkak që na e mbajmë në mend. Çka është diskutuar. Do t'ju thrasim prapë javën e ardhshme, rezervoni një termin se me siguri kemi me pa dhe kemi dëgjuar shumë gjatë kësaj fushate. Natyrisht ishte kënaqësi me fol pak për këtë pjesën kreative të rrjeteve sociale. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kemi ndërprerjen e parë, kthehemi me të tjera tema dhe të tjerë të ftuar.